Well, I'm sure that the Europeans can provide sufficient forces. E po unë jam që evropianët mund të ofrojnë forca të mjaftueshme. Ata ofrojnë, ju e dini, pjesën më të madhe të forcave në Kosovë aktualisht. Turqia e Italia kanë komanduar KFOR-in dhe shumë vende të tjera të NATO-s marrin pjesë edhe për sa i përket situatës së sigurisë. Jam i sigurt se evropianët mund ta bëjnë këtë punë, por siç e dim të gjithë, prania e amerikanëve atje, qoftë edhe në numër të vogël, jep një sinjal politik shumë të rëndësishëm të vendosmërisë së NATO-s për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë e Kosovës, dërgon një mesazh shumë të rëndësishëm parandalues për ngatrestarët dhe agresorët e mundshëm. Dhe thash një moment më parë, të kesh një forcë të vogël amerikane në KFOR e mban edhe Kosovën në ekranin e radarit politik në shtëpinë e bardhë, sepse nëse Amerika ka trupa diku, do të interesohet për një diplomaci dhe stabilitetin e rajonit. Unë mendoj se kjo është diçka, siç e pam në të kaluarën, ju e dini, me të dërguarit special amerikan në rajon. Kosova do të përfitojë nga kjo për aq kohë sa është e mundur të mbajnë prezencën që na nevojitet për të argumentuar në Washington se është një investim i mirë i kohës dhe parave të forcave amerikane. E po Kosova është një vend pro-amerikan. Të gjithë e dim se është vend pro-NATO-s. Kjo i ka ndihmuar amerikanët në shumë mënyra, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit. Partneriteti ka qenë i ngushtë. Trumpi ka qenë i interesuar për Kosovën, siç e thash, nga aktivitetet e tij të mëparshme paqëruese në mandatin e tij të mëparshëm në shtëpinë e bardhë dhe për këtë arsye mendoj se antarësimi i Kosovës në NATO nuk do t'i shkaktonte NATO-s shumë probleme gjeostrategjike. Kështu që nuk e di sa kohë do të zgjasë. Unë nuk jam një fallxhor, por gjëja kryesore është drejtimi i udhëtimit. Nëse jeni në rrugën e drejtë, ju do të arrini në destinacion dhe kështu do të intensifikoni partneritetin. Të kemi aktivitete të tjera, stërvitje të përbashkëta, ndërveprueshmëri, përfshirje më të madhe të Kosovës në institucionet e NATO-s. Këto janë gjërat që duhet t'i shikojmë në të ardhmen e afërt.